Si çdo gjithmonë, në prag ose gjatë fushatave elektorale, ku e gjithë vëmendja autoriteteve është në terren për të kërkuar vota, palishmëria kërkon të përfitojë. Dhe kjo më së shumti vihet re në sektorin e ndërtimit, kur nga do vërejnë kantiere në të cilat punohet me intensitet, duke mos u kujdesur as pak për të mos rënë në sy. Si në rastin e Velipojës, një nga perlat e bregdetit Adriatik, ku dora e njeriut, vit pas viti, jo vetëm ka tjetërsuar, por e ka shëmtuar këtë pasuri kombëtare. E ndërsa çbërja e asaj që ka ndodhur në gjithë këto dekada do të shkaktonte një bombë sociale, e ardhmja duket se nuk ka ndonjë shpresë të jetë më e mirë. Duhet të jemi të qartë se askush nuk është kundër të bukurës dhe zhvillimit të territorit, por gjithmonë duke zbatuar ligjin dhe lejet përkatëse për ndërtim. Që fatkeqësisht nuk ka ndodhur në rastet e konstatuara nga ne, ku ndërtimet pa leje të nisura së fundmi nuk kanë vënë në lëvizje asnjë institucion vendor apo qendror. Por le të bëhemi konkret. Këto pamje me dron, të regjistruara disa ditë më parë, tregojnë një ndërtesë 2 katëshe dhe me katin e tretë në proces, pa u pajisur më parë me një leje ndërtimi, ndërsa ngjitur me të, një ndërtesë 1 katëshe dhe në proces për të nisur katin e dytë, është sërish pa leje, duke shkelur ligjin me të 2 këmbët. Më avancuar është palishmëria në rastin që po shihni tani. Ndërtimi është në fazën ku dhe qatia është hedhur, por ka dhe nga ata që deri më tani kanë përfituar të hedhin betonin në pritje për të nisur ndërtimin e objektit, në një moment të dytë kur vëmendja e shtetit të jetë gjetk. Me sa duket Velipoja, me një distancë rreth 35 km nga Shkodra, nuk është objektivi forcës së ligjit dhe kontrollit të autoriteteve vendore. Por është normale kjo? Sigurisht që jo, sidomos kur kjo ndodh në hundën e policisë së shtetit, e cila ndodhet jo shumë larg ndërtimeve pa leje, IMT-s në varësi të bashkisë dhe Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili disponon dhe mjete të rënda dhe makineritë e duhura që aty ku shkelet ligji të veprojë. Po atëherë, pse nuk kanë vepruar institucionet? Me 3 inspektorë dhe 1 përgjegjës, si mund kontrollohet në përditshmëri një qark me 5 bashki? Territori i Bashkisë Shkodër që shtrihet nga Velipoja deri në Alpe ka 10 inspektorë. Gjithsej ka një automjet. Ankon për mungesë stafi dhe kanë të drejtë deri diku, por ama nuk mund të justifikohet me mungesë inspektorësh ajo që po ndodh në Velipoj. Zoti Nika tregohet i kujdesshëm që të na tregojë se nuk është vetëm përgjegjësia e tij me atë që po ndodh me ndërtimet pa leje në plazhin e Velipojës, pasi sipas tij është një tjetër institucion që duhet të kryejë së pari punën në terren dhe të informojë më pas IKMT-n qendrore. Kur ka indicie vinë sepse si do e mbulojë të zgjidhë qarku. Për çfarë janë IMT-t e bashkive aty? Kanë detyrën funksionale, i kanë të ndara me zona që kontrollojnë çdo ditë territorin. Ju se inspektoni çdo ditë. Po çdo ditë me 3 inspektorë zgjidhë qarkun, si do inspektor çdo ditë? Është kjo këtu. Ja, është një shtëpi 2 katësh. Ka një IMT bashkia Shkodër. Ka fajin IMT-ja bashkisë. Ata janë çdo ditë. Ka inspektorë të ndam për çdo zonë. Kanë më shumë inspektorë sepse i kanë me zona të ndam dhe çdo ditë ata raportojnë ka ose s'ka ndërtime pa leje. IKMT-ja nuk ka marrë asnjë indicie. Në momentin që ju më vendosni me indicien, hapi i parë i kërkohet IMT-s së bashkisë Shkodër. Është kontrolluar, është mbajtur apo nuk është mbajtur praktik. I kërkohet institucionit bashkisë. Objektin fjalë ka leje ndërtimit. Pra sipas zotit Nika, të gjitha rrugët të çojnë? Jo në Rom, jo. Por tek Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Shkodër, sidoqoftë të pak të morëm një premtim prej tij. Do kryen verifikime në Velipoj për të gjithë këto ndërtimet që thash? Patjetër, është marrë indicia. Sot do kërkohet informacion nga IMT-ja, do kryen verifikimet dhe të jesh i sigurt se do zbatohen të gjitha procedurat ligjore. Do verifikojmë që zoti ka falur Velipojës, mos të shkatërrohet me ndërtime pa kriter në justifikimin që duhet bëj diçka të bukur. Jo që punë e bukur do thotë jetë e palishme. Kjo asnjëherë e palishme. Pasi morëm garanci që do të verifikojë denuncimin që bëm, na duhet të kuptojmë pozicionin e IMT-s në këtë fluks ndërtimesh të palishme në territorin e saj. Por më tepër që dhe vetë drejtori i IKMT-s, Emiliano Nika, u shpreh qartë për përgjegjësitë e kësaj drejtorie në varësinë e Bashkisë Shkodër. Ndaj për këtë takojmë drejtorin, Pierin Lazari. Unë jam prej rreth 4 muajsh në kryet të këtij institucioni, jam gjenë t'jap përgjigje tani unë. Në fakt ne po pyesim për disa ndërtime fare të freskëta, e jo për një periudhë mbi 4 muaj. Kanë shkruar inspektorët tuaj verifikime në terren se çfarë po ndodh në zonën e Velipojës, sepse pam vetëm ndërtimet shumë tuaja që ngrihen katë mbi njëri tjetrin, ndërkohë që të gjithë inertët që dalin i kishin hedhur buzë rrugës. Ato janë ndërtuar ndër vite, pjesa më e madhe, bëjmë kontrollin territor, përpiqemi të bëjmë më të mirën, jo se s'ka vend për të përmirësuar. Territori i Bashkisë Shkodër që shtrihet nga Velipoja deri në Alpe ka 10 inspektorë. Gjithsej ka një automjet. Për këto
këto mund kërkoni shtesë stafi sepse nëse ka diçka të falishme nuk justifikon mungesën. Pa i ikur përveç nesh, ikëm me ty janë bazëdhishme inspektimin është autoritet për të kryer veprime në zonat me përparësi turizmin, zonat e mbrojtura etj. Pa i ikur ne. Përgjegjësia është e përbashkët. Tani kush e ka fajin? IKMT apo IMT? Më mirë se të merremi me fajtorin, le të gjejmë një zgjidhje. Mbase IMT-ja bashkisë nuk ka ndonjë dron për momentin, I kemi filmuar ne me dron. Ja, për shembull, të dy katet e kësaj shtëpisë tashmë kjo ka shku tek çatia. Dhe si ka mundësi gjithë ta inspektor si IKMT-ja, si IMT-ja bashkisë nuk e pas ka kuptuar asnjëri që ky lloj ndërtimi këtu është pa leje dhe kjo shtëpia këtu, të gjithë inertet i hell kund fillim të rrugës. Ja, mund të bëj fotografi? Patjetër. Do t'ju vëmë në dispozicion dhe pamjet filmike, nëse dëshironi, mjafton që të bëhet puna. Absolutisht. Ke këto të tjerat pastaj, to në hellë si qemente këtu, por përbëhet gati që ndërtohet. Dhe pyetja ime është si ka mundësi që inspektorët tuaj asnjëri nga ata nuk e pas ka vënë re se këtu po ndodh diçka. Ne vetëm këtë vit kemi mbi 40 procedura. Ja ku është kjo tjetra? Kati i parë është, ja ku I ke pjesën lart, edhe kjo tjetër është ndërtuar, po përgatitet për bërë katin e dytë. Një zonë e bukur që Velipoja. Nuk është askush kundër zhvillimit, ndërtimit dhe të bukurës. Por çdo gjë zhvillimi duhet vi me ligj. Ka informacione që realisht po bëhet një masakër me ndërtime? Nuk e mendoj që ka masakër Velipoja. Me sa duket, drejtuesit e Bashkisë së Shkodrës kanë një koncept krejt të ndryshëm nga ne për fjalën masakër. Fundja, nëse bën 5, 6, 10 apo 50 ndërtime pa leje, nuk ka shumë rëndësi. Nëse që është e botë kuptimi. Po të falenderoj për këto foto që më vënë në dispozicion, unë do I verifikoj, edhe për çfarë nuk është kryer procedurë, do kryejnë procedura të urgjente. Besoj që do merren edhe masa administrative. Gjithë. Shpresoj që të rritet bashkëpunimi edhe me IKMT-n si kishte shumë vrejtje se thotë nuk ka bashkëpunim. Kemi bashkëpunim. Si bie kur dy institucioni I pasojnë topin njëri tjetrit. Ja, unë deri në këtë moment pasova topin. IKMT janë bazëdhishme inspektimin është autoritet për të kryer veprime në zonat me përparësi turizmin. Në fakt edhe Mesi do të kishte zili këto pasime, por të paktën të shpresojmë që bashkia dhe IKMT të ndërhyjnë sa nuk është vonë, nëse nuk e kanë bërë me fjalë. Kuptohet. Përtej kësaj, disa gjëra nuk na bindin as pak, sidomos nga Bashkia Shkodër. A nuk do duhet që Inspektorati I Mbrojtjes së Territorit dhe Policia e Shtetit të kishin informacion për këtë palishmëri në hundën e tyre dhe më pas t'ia përcjellnin IKMT-s? Sepse një lloj si morëm ne informacion, jemi të sigurt që kanë patur dhe të sipërpërmendurit që ngrenë supet. Në kushte normale, po, por jemi në fushat zgjedhjesh. Prandaj, nisur nga kjo, ne na lindet drejta të dyshojmë se ndërtimet po lulëzojnë, sepse dikush ka dhënë garanci në këmbim të diçkaje që mund të jetë edhe një sasi votash. E ritheksojmë, ky është thjesht një dyshim. Janë të tjerë ata që duhet të hetojnë, duke nisur gjithçka aty kur Zanafilla, Bashkia Shkodër.